Ja se çfarë ndodh tretjes, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni fasule çdo ditë gjatë dimrit. Fasulet janë plot me fibra, proteina dhe lëndë ushqyese thelbësore, si acidi folik, kaliumi, zinku dhe magnezi. Fibrat janë thelbësore gjithashtu edhe për zorrët, të cilat janë të shëndetshme dhe të lumtura, me pak fjalë, për ta bërë metabolizmin tuaj të funksionojë si duhet. Fasulet janë një nga produktet më të konsumuara gjatë periudhës së dimrit. Gjithashtu vlerat që do t'i ofrojnë në shëndetin e bëjnë atë një nga produktet më të veçanta. Fasulet mund të konsiderohen pa frikë si ushqyesit më të shëndetshëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fasulet janë bishtaja që kanë origjinën nga lindja e mesme, por u prapën shumë shpejt në Indi dhe në vendet e Mesdheut dhe në Amerikë. Ato janë të verdha, kafe dhe me ngjyra të ndryshme. Konsumohen të zjera ose të skuqura, kanë vlera të larta kalorike dhe janë shumë të pasur me ushqyes. Gjithashtu përmbajnë nivele të larta të proteinës dhe shumë shpesh janë në një vakt të kuzhinës vegetariane, sepse janë një zëvendësues i shkëlqyer për mishin dhe për peshkun. Fasulet janë një burim i shkëlqyer i proteinave dhe hekurit, kalciumit, kaliumit dhe fasulet janë shumë të lehta për tu përfshirë në dietën tuaj. Fasulet përmbajnë një përqindje të lartë të fosforit, 20 herë më shumë se peshkut, citon Healthy Food, i cili është i njohur për sasinë e lartë të fosforit. Ato tretë lehtë dhe ndihmojnë në problemet e sistemit tretës nëse i gatuani ashtu si duhet. Fasulet, sipas ekspertëve, janë të mira sepse reduktojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Është treguar se një dietë e mbushur me fiber ulë rrezikun e sëmundjeve në zemër, diabetit, madje dhe goditjeve në tru. Të gjitha studimet që mund të përshkruajnë jetëgjatësinë tonë. Nutricionisti Alex Glover thotë se fibra është një faktor i rëndësishëm për ruajtjen e diversitetit të mikrobiomës së zorëve. Fasulet ndihmojnë gjithashtu në humbjen e kilogramëve të tepërt. Nutricionisti zbulon se fasulet na ngopin më shpejt falë sasive të nda të fibrave dhe proteinave, duke penguar që të ham ushqime të ëmbla me kalori të larta më vonë gjatë ditës. Fasulet janë një mburojë edhe në forcimin e imunitetit. Një nga shumë mineralet që gjendet e fasulet është zinku, i cili është thelbësor për sistemin imun sepse ndikon në mënyrën se si qelizat reagojnë ndaj infeksioneve dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të inflamacionit. Nutricionistët thonë se, nëse nuk keni mjaftueshëm zink, ju jeni më të prirur gjithashtu që të prekeni nga ftohja, dhe fasulet mund të jenë gjithashtu të shkëlqyera për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Fasulet e zeza janë të shkëlqyera për shëndetin e traktit digjesiv. Proteina dhe fibrat, të cilat gjenden me shumicë të fasulet, do t'japin rezultate fantastike në këtë drejtim, duke ngadalësuar kështu edhe ushqimet e tjera me sheqer. Ato rregullojnë nivelin e sheqerit në trup dhe gjithashtu i bëjnë shumë mirë edhe shëndetit tuaj të zemrës. Do t'i japin rezultate fantastike në këtë aspekt. Fasulet e zeza duhet t'i ruani në një enë të mbyllur në ambiente të freskëta dhe të errta, që të gatuhen më shpejt vendosin në ujë një natë më parë. Mënyra më e mirë për të gatuar fasulet e zeza është një tenxhere me presion. Ato janë një burim i mirë i hekurit me përmbajtje të lartë të antioksidantëve. Fasulet e zeza shikohen si një nga ushqimet që ruajnë freskinë dhe energjinë të njerëzit, sidomos të gratë. Fasulet e zeza janë të shëndetshme për gra shtatzana dhe për fetusin. Nga pikpamja e mjekësisë moderne, fasulet përmbajnë shumë aminoacide, kalcium dhe elementë të tjerë ushqyes, të cilët janë të domosdoshëm për detoksifikimin e trupit dhe uljen e hipertensionit. Duke qenë se janë të pasur me proteinë, janë një zëvendësues i mirë i mishit në rast se jeni vegetarian. Fibrat e fasulet do ju mbushin plot me energji. Ato përmbajnë acide yndyrore omega-3 që shërbejnë kundër plakjes, përmirësojnë shëndetin e zemrës. Fasulet e zeza janë të pasur me antioksidantin antiocianin që ndodhet edhe dy boronicat. Studimet tregojnë që sa më të errëtat janë fasulet, aq më të larta janë sasitë e antioksidantëve, dhe kjo në fakt vlen edhe për ushqimet të tjera. Përfshirë orizin e zi, kumullat e zeza, çokoladën, fiqet e të tjera. Fasulet e zeza janë baza e shumë dietave në mbar botën. E po ashtu një ushqim jo i shtrenjtë pasi që përmbajnë preparate që ju ndihmojnë edhe në peshë dhe në nutrient. Fasulet janë të pasur me nutrientë esencial, të cilët mund të ofrojnë shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit.
Studimet kanë vërtetuar se konsumi i fasuleve të zeza redukton nivelin e kolesterolit, duke shtuar nivelin e kolesterolit të mirë, citon Eltisaj. Fasulet po ashtu janë të pasur me fitonutrient të cilët cilësohen si shumë të shëndetshëm. Në bazë të një studimi nga Departamenti Amerikan, 3 nga 4 ushqimet më të pasur me antioksidues janë fasulet. Një tjetër studim që është bërë nga Universiteti Colorados ka zbuluar se fasulet e kuqe janë të pasur me antioksidant përderisa fasulja e zezur e ndit e dyta. Antioksidantët largojnë radikalet e lira nga trupi dhe besohet se ulin rrezikun e sëmundjeve kronike dhe ngadalësojnë efektin e pllakjes. Fasulet e zeza janë të pasur me element të mirë antioksidues dhe ulin rrezikun për të prekur nga diabeti, mbi pesha, sëmundjet degeneruese dhe lloje të ndryshme të komplikacioneve. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj sigurisht që do t'i jap element të dobishëm në mbrojtjen e shëndetit. Dimri është në kulmin e vet dhe gjithashtu fasulet duhet të përgatiten edhe në doza të ndryshme për të marrë përfitime të mira të shëndetit. Përtej pëlqimit për këtë ushqim, fasulet kanë vlera të larta ushqyese në mbrojtjen e vlerave të trupit, të cilat ai vazhdimisht i humb. Fasulet kanë vlera të mëdha energjike që përmbajnë pothuajse të gjitha aminoacidet esenciale për trupin. Përveç kësaj përmbajnë lektin, kalium, kalcium, hekur, fosfor, magnez, zink, gjithashtu dhe natrium. Është një burim i shkëlqyer i proteinës dhe ndryshe nga burimet të tjera, fasulet kanë pak yndyrë dhe nuk i përfshin yndyrat e ngopura dhe as kolesteroli. Janë një burim i shkëlqyer i acidit folik, vitaminës B6, vitaminës K, riboflavin dhe vitaminës B3. Një racion me fasule siguron 20% të fibrave të nevojshme në baza ditore. Fitokimikatët që gjenden te fasulet mbrojnë qelizat nga dëmet dhe zvogëlojnë irritimet e problemeve. Ulëntimet pohojnë se duhet të konsumoni të paktën 2 ose 3 herë në javë fasule për të përmirësuar shëndetin tuaj dhe për të marrë gjithashtu elementet e tyre ushqyes në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e rregullt të fasuleve të gatuara si duhet në dietën tuaj sigurisht që do t'jap rezultate fantastike. Fasulja është ndër ushqimet më të dobishme për mbrojtjen e shëndetit. Është një burim i pasur i proteinave, si dhe është një ushqim i takon kuzhinës tradicionale. Është një bimë 1 vjeçare nga familja e bishtajave, e cila posedon shumë përbërës ushqyes, prandaj duhet të jetë pjesë përbërëse ushqimeve tona. Nutricionistët theksojnë se fasulja është një ushqim kalorik dhe se në 100 gram fasule do të gjeni 280 deri në 300 kalori. Ajo është një burim i mirë i materieve ushqyese biologjike. Prandaj mesatarisht 100 gram fasule përmbajnë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram yndyrë, 4 gram fibër, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Fasulet përmbajnë gjithashtu shumë protein, më shumë se sa të gjitha bimët e tjera. Veçanërisht, një filxhan me fasule ofron 1/4 e proteinës për të cilat keni nevojë çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën, si vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu, ato konsiderohen si një pastrues natyral sepse kalon nëpër zorë dhe ka aftësinë të eliminojë kolesterolin. Ashtu si sëmundjet e zemrës, raste me probleme të radikaleve të lira janë rritur ndjeshëm. Ushqimet me një dietë të lartë të fasuleve mund të jenë në gjendje të ndihmojnë në uljen e gjasave të radikaleve të lira, citon Eltisaj. Fasulet ju ngopjen dhe gjithashtu ju ndihmojnë edhe në uljen e kilogramëve të tepërt. Vetëm një shërbes e vogël me fasule çdo ditë në dietën tuaj sigurisht që do t'i jap rezultate fantastike në mbrojtjen e vlerave të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Prandaj, nëse doni të përfshini fasule në dietën tuaj, duhet të dini se është një nga produktet më të pasura me ushqyes të veçantë, të cilët do t'i japin edhe një sër elementësh pozitiv në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Përfshirja e fasuleve në dietën tuaj sigurisht është një alternativë e çmuar edhe për personat të cilët duan të menaxhojnë më mirë edhe problemet e sheqerit në trup. Prandaj, në këtë rast, ajo mund të jetë një zgjidhje e çmuar për të shtuar në dietën tuaj. Fasulet mund të përshkruhen si një ushqim i preferuar i diabetikëve dhe të ndihmojnë shumë në këtë aspekt. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetjen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.